sa po e parkova makinën, miqtë e mi të Folship Show ju thash që po vite miku im me hangër i darkë sonte. Po ju tërgej diçka shumë sinqert, dhe më një gjëni po mos i tërgoni kuj. Pasha zotin, qysh djenë drejk s'kom hangër buk. Ora tash është 6 mas dite, qysh djenë orën 12:00 s'kom hangër buk. Pse s'kom hangër? Tash keni me qesh pak me hu, keni me thonë o kokra katunarit. S'ka lidhje, katunar jam unë. Po aq mirë e bën bukën ky vend, restoranti Mitmi, aq mirë gatun mishin, sidomos mishin. Aq profesionist është për gatimin e mishit sa kam thonë të pakten kur shkoj te Mitmi, te restoranti miku tim, të havlla, të shkoklitna, të knashna, e di që kom hangër herë edhe mirë. Hajde me mua sonte dua ta prezantoj Astrid Ndrecaj, restorantin e tij Mitmi, me styriut, gatimin e tij, ambientet e tij të mira, romantike dhe gjitha këtë me radhë. Rri, qëndro me mua, shikoni se çfarë darkë do ha sonte. Do ha këtë darkë të mirë sonte. Jam vetëm, po u afrua dhe Astridit me hangër i darkë me mua, mirë. Po s'u afrua do ha vetëm për qefin tim sonte i darkë me Mitmi në Zyri. Hajde me mua. Ja shikoni arrita në restorantin brenda, restorant romantik, ja ku është miku im, Astrid Ndrecaj, i cili po mpret këtu. Mirë Astrid, kam shoku im. Ai mirë? Mirë, jo, pak. Si kalove? Mirë. Astrid, dua të tregoj përsëri në sytë tatë, sepse unë kam fol përpara se marr këtu, por du t'ju them shikuesve të mi që Astrid Ndrecaj nga Gjakova është miku im, një ndër miqtë e mi më të parë, qysh në ditën e parë që kam marrë në Zvicër. Dhe kemi kaluar një kohë shumë të mirë bashkë në fillim, kohët e fundit kemi humbur pak. Mirë po, kemi kaluar mirë të paktën kur kemi nejt bashkë. Gjithashtu. Dhe kam marrë disa herë në Mitmi restorant, është restoranti i Astridit, i cili është i specializuar për mish dhe për verë, edhe nuk kam ardhur asnjëherë me kamerë. Edhe sot kam vendosur që vi me kamerë për ta prezantuar te miliona shqiptarë në Folship Show, restorantin Mitmi, gatimin e Astrid Ndrecaj edhe verat që i disponon sepse është specialist edhe i verave. Me thonë drejtën tashi, po flas me ju shikues, edhe me ty Astrid njëkohësisht. Po të tregoj se qysh djen drek. Qysh djen drek. Në orën 12:00. Ora tash është 6 mas dite. Qysh djen drek, s'kam hangër buk. Pse s'kam hangër? S'kam hangër se kam rujt kuzhinën time për me hangër tek ty, sepse e di se çfarë gatimi bën, edhe prandaj thash kur shkoj te Astrid i bilet ha qysh duhet me hangër edhe ta kryj për sot. Desha me të thonë që kam rezervuar tavolinë. Aty ta kena bogati? Po, e kam rezervuar tavolinë, ndoli dikush në telefon, nuk e di kush ndoli, por rezervova si mujta me fol me të gjermanisht pak edhe para shoh. Edhe kam rezervuar tavolinë me hangër darkë, du me hangër darkë vetëm. Në qoftë se mbashkohesh pastaj me boni gëzuar bashk, mirë, nëse jo, nuk ka problem, unë du me hangër darkë vetëm. Para se me shku te tavolina, du me më tregu pak për këto mishrat që i ke këtu të lutem, edhe verat. I kena disa lloj mishra. Po. Këtu fillojna me një ribaj me asht. Ky vjen për Italie, janë ata bifet e Fiorentina, të mëdhej. Të na vazhdojna këtu. Ky është një ribaj po ashtu, ky vjen për Australisë. Okej, Australisë ky. Po. Zakonisht me file, me biftekën se i thojmë na, edhe me filen punojna shumë me mish të Australisë. Okej. Kurse ribajin e kena prej Amerike, shumicën edhe të Argjentinë, se kena kështu të kombinume. Amerikë dhe Argjentinë. Edhe Australi. Edhe Australi. Kryesisht me shto 3 shtete. Pra të më thonë, këtu kemi mish prej Amerike, prej Australie. Po. Me qa vjen olla, aeroplana me traket? Përësitet për i me shto, edhe na sjellin këtu, na sugjerojnë, pak a shumë i kena do 30 orë të mija, është ka na sugjerojnë farmishim. Atëherë më trego pak cilin ke vendosur, nuk i njoh mishat shumë. Unë e njoh lopen, e njoh viçin, e njoh mzatin, e njoh djelen, dhinin njoh. Ama mishat më njoh shumë nuk i njoh, me thonë drejtën. Cilin mish prej Australisë, apo prej Amerikës, apo prej Europës, çfarë mishi kemi në sonte? Sot do më të bëti shka prej Italie. Prej Italie. Kam zgjedh këtu një copë prej kësaj. Këtu e kena lënë dikun 60 ditë. E kena lënë këtu në friz për më 60 ditë. 60 ditë, po. Pra, domethënë këtu është që 2 muaj. Që 2 muaj ditë. E pse lihet 2 muaj këtu mishi për shkakun? Këtu lihet, këtu i thonë me bë drejç. Si jo e terme shumë, po para terme. Edhe kështu si e para përgatitet mishi këtu, pushon të na njëkohësisht e morrim edhe